Nga perspektiva e Brukselit, rikthimi i Donald Trump në krye të Shteteve të Bashkuara ka sjellë një periudhë të mbushur me pasiguri dhe tronditie të vazhdueshme. Brenda pak muajsh, administrata amerikane ka ndërmarrë një sër veprimesh dhe deklaratash që kanë vënë në pikpyetje themelet e marrëdhënies transatlantike, duke mbajtur liderët evropianë në një gjendje të vazhdueshme ankthi diplomatik. Kulmi i këtij tensioni u shënua me 4 dhjetor kur SBA-ja publikoi strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Sipas dokumentit, Kina nuk cilësohet më si rivale sistematike, por thjesht si një konkurrente ekonomike, ndërsa Rusia pranoi si një fuqi e madhe me potencial të rëndësishëm tregtar, veçanërisht në sektorin e lëndëve të para. Strategjia lë të hapur dhe mundësinë që Donald Trump të luajë rolin e ndërmjetësit në rast konfliktesh me presidentin rus Vladimir Putin, ndërkohë Koreja e Veriut nuk përmendet fare në dokument. Po për Europën, strategjia e re amerikane shihet si veçanërisht shqetësuese. Shtetet e Bashkuara që historikisht liruan Europën nga nazizmi dhe garantuan sigurinë e kontinentit për dekada, tani perceptohet si një aktor kritik ndaj vetë Bashkimit Evropian. Paragrafët kushtuar BE-s në një strategji përshkruajnë një union të dobësuar në prag të kolapsit, të goditur nga migrimi masiv, rënja e lindshmërisë, censura dhe shtypja e opozitës. Sipas vëzhguesve evropian, ky përshkrim përbën një akusë të drejtpërdrejtë politike ndaj Brukselit dhe institucioneve europiane. Qëndrimi kritik i Trump ndaj BE-s nuk është i ri. Ai ka shprehur hapur skepticizmin e tij që në mandatin e parë, duke deklaruar se Bashkimi Evropian ishte themeluar për të dëmtuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Publikimi i kësaj strategjie ka ngritur në pikpyetje serioze mbi të ardhmen e aleancës transatlantike dhe rolin e SBA si garantuese të sigurisë europiane. Në Bruksel, dokumenti shihet si një sinjal se Europa duhet të përgatitet për një realitet të ri gjeopolitik, ku mbështetja amerikane nuk mund të konsiderohet më e mirëqen.